bëje një herë këtë gjën se nuk i dihet kur jetës. Tani nuk do jesh me kismet Zotit 40 vjeç, ndoshta s'do kesh më takat. Bëje një gjë që ta kesh aty mbas kësaj. Një plan tjetër. Po. Edhe këtë kam bërë jo vetëm për ata, edhe për veten. Se humbas ndonjëherë. Shpërqendrohen. Kështu që mendoj që çka kanë dash ata që unë ta përfundoj dhe ta kryej kështu si cikël, unë e kam bërë. Pastaj po, faleminderit, thanks. Po, Gimbo. Si? Nuk kuptoj. Jo të niva, bre, thash faleminderit, bile, faleminderit që jo që tash edhe pak më para. Na falë se ishim në një bisedë shumë interesante. Gjithsesi. E kam kryer kështu si cikël, pastaj ju kam thënë, ju lutem, ju dua shumë, e di që doni më të mirën për mua, po më e mira për mua është të bëj atë gjën që mua më do shpirti. Dhe okej, nuk më kanë ndërhyrë, më kanë thënë ti e di vetë, se ti e rritur, ne gjithmonë jemi këtu për ty, kur ti të kesh vështirësi apo çdo lloj gjëje që ne kemi në dorë të të ndihmojmë ty. Edhe pse shumë vështirësi s'ja kam tregu kurrë, edhe s'do ja tregoj kurrë. Më kanë lënë të lirë të bëj atë që unë dua. Po. Në çdo aspekti, sa ndikojnë në vendimin e tuaj? Sa ndikojnë ata të vendimet e mia. Tani unë mundohem që ndonjëherë dhe kur dua të marr një vendim të gabuar, mundohem që ta vë veten në vendin e tyre. A do doja unë që fëmia im ta merrte këtë vendim? Nëse përgjigjja është jo, nuk e marr si vendim. Nëse deri dje mendoja që mund dal kundër gjithë botës për dikë apo për diçka, tani mendoj për dy njerëz që do mërziteshin, do e përjetonin, mua s'do më tregonin, ndoshta do thonin po, okej, ti e di, po thell, nuk do ju pëlqente dhe unë nuk do doja që kjo gjë ta shkatronte marrëdhënien që unë kam me ata, se me zor e kam ndërtuar që të jetë kështu. Babi im ka qenë shumë fanatik në lidhje me gocën e vet. Po, cilat janë disa gjëra ose një gjë më kryesore që të ka thënë para se në Një ndër gjërat që më ka thënë është të lutem mos dil nga vetja që të egzagerosh. Do të jesh e qetë, mos u zi kot me njerëz dhe për sa i përket ndjesive personale, nuk më ka fol kurrë. Babi nuk është nga ata njerëz që thot ua sa turp tani se ku di unë, mund të ndodh këtu që unë mund të bjene dëshurive dikë. Nuk e dia do donta, as do donta, do i pëlqente, as do i pëlqente, por është një pjesë që nuk ma ka prek. Megjithatë, unë duke qenë se jam një njeri shumë privat edhe... Pse i ul sytë tash? Po se duke qenë se jam një njeri shumë privat dhe e duaj që gjërat e mia të mbeten të mia, asnjëherë nuk mendoj që do egzageroja hapa në një format. Një botë së tillë.